Mes pasigurisë dhe frikës së madhe që ka shkaktuar vendosja e tarifave të Shteteve Bashkuara të Amerikës, kultivuesit dhe grumbulluesit e bimëve mjekësore në Kukës i kanë kthyer syt nga shteti në pritje të një mbështetje financiare. Kjo opsion një goditje të madhe për vendin tonë dhe për eksportuesit e mëdhej. Tarifa që ka vënë Donald Trump, presidenti amerikan, një ndër tarifat të thush të përshtatshme që ka vënë ndaj gjithë botës, ne pësojmë një goditje shumë të madhe këtu në këtë industritë e bimëve, që nuk kemi edhe të thush nuk kemi përkrahje nga shteti shqiptar me subvencione që edhe fermerët edhe djelësit, grumbulluesit në zonat malore të Kukësit, të Hasit dhe Tropojës ose të gjithë Shqipërisë që jetojnë dhe mbajnë familjet me këto bime medicinale, kjo ka pësur një goditje shumë të rëndë. Ishte një goditje nga rënja e valutës, euros dhe dollarit, kjo ishte një goditje e dytë për industrinë e bime medicinale. Sot nga buxheti i shtetit jepet si subvencion 30.000 lekë për hektar për fermerët që merren me bimet medicinale. Por në kushtet ku vështirësia një sektori tashmë përtej goditjes nga zhvlerësimi i valutave, rënjes së çmimit për bimet apo malli stok ka përcyer në një kosto ekstra, frika e falimentimit dominon. Në këtë sezon pranvere, po presim nga eksportuesit e mëdhej të hapen kontratat e reja dhe si do shkojnë produktet, se një produkt që mund të jenë blerë 800 lekë në terren, tash do të blehet me 700 lekë. Edhe rënja e çmimeve edhe rënja e vjelësve është një industri drejt të rënjes dhe drejt të përfundimit të kësaj industrie. Kultivuesit i tremben një ulje tjetër të çmimit pasi grumbulluesi do ta blejnë produktin me çmim më të lirë për shkak të taksës 10%. Teksa na tregon produktet e mbetura stok, grumbulluesi i bimeve medicinale dhe mjekësore Gazvend Koldashi thotë se interesi për bimen Made in Albania mund të zbehet pasi konkurrentët i kanë çmimet më të ulta. Eksportuesit e mëdhenj të Shqipërisë do të kenë të problemet e veta që mund Amerika mund ta tërheqë nga Turqia, se Turqia dhe vendet tjera është ndër vendet që prodhojnë bimë medicinale si sherbela dhe tjera, që Turqia ka sot 220.000 ton sherbel stok, edhe Shqipëria ka, që nga 150 lekë që ishte kilogrami në 2023, në 2024 ishte 800 lekë kilogrami, ose 80 lekë të vjetra. E tash kjo industri si sherbela, boronica, dallinja, gjitha produktet që vilen në bjeshkët e zonës së Kukësit, Hasit dhe Tropojës, në qarkun tonë, do të jetë një problematikë e madhe edhe për vjerësit edhe për ne grumbulluesit. Agjencia e Ekspansionit Bujqësor bën të ditur se në qarkun e Kukësit janë 20 fermerë që kanë kultivuar 11 hektar me sherebele, po kështu në Tropojë 7 dynim me mjedër. Përposë bimeve të kultivuara, qarku i Kukësit është tet i pasur me bimë medicinale që rriten në mal në gjendje të egër, ku punojnë në mënyrë sezonale 1000 banor. Në vitin 2024 nga qarku i Kukësit janë eksportuar rreth 200 tonë bimë të egra medicinale e aromatike.